Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi sërish së bashku si çdo mëngjes këtu tek Fati Ynë. Jemi sërish bashkë për të vijuar me bisedat në fakt që kemi me ju për parashikimin e hartave tuaja astrologjike të personalizuara. Ju bëj një rikujtes, ju mund bëheni pjesë e bisedës sonë përmes numrit që gjeni të afishuar në ekran 0422 56047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS me pyetjen më të rëndësishme me ju, duke na dërguar datën e lindjes, orën e saktë të lindjes dhe gjithashtu specifikat të cilat ju mendoni që janë të rëndësishme për të diktuar dhe për të bërë një parashikim sa më të saktë të gjithë asaj që ju dëshironi të merrni një përgjigje. Dhe për ta bërë këtë në fakt, me mua në studio është astrologu Jorgo Pulla. Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi dhe të gjithë televizionistë, do të keni një ditë e rëndësishme që është sotshme, sepse kemi hënën në shigjetar, na ndihmon për ekonominë, për punën dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë për ditën e sotme, që na jep disa sinjale për ditët që do vijnë. Për ditët në vazhdim. Unë them që të mos humbasim më shumë kohë, por të ndjekim një herë siglën dhe të rikthehemi në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Jorgo, le të fillojmë me mesazhin e parë për sot. Ndjes, apo do më japësh pak kohë apo ta... Atëherë, 99, 99. 99, po? Për punën dhe për familjen, dhe gjithashtu djali interesohet se si do t'jetë viti 2026 për të. Është i martuar. Po. Pra për punën dhe për familjen, 2026, si do jetë. Atëherë? 99. 99. Po. Në lidhje me punën, në 2000... Nëse do ketë ndryshime... Ndryshime do të ketë në jashtëmujorin e parë të 2026. Ajo çka do të ndikoj, disa çështje pune që ka pasur para disa, një problem të vogël, e zgjidh pikërisht në 20 janar me 3 mars. Është koha për bërë ndryshimet e mëdha dhe gjëra që do të ketë, sepse ke diçka shumë të mirë në vazhdimsi, në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet që do bësh në fushën e karrierës dhe një gëzim shumë i madh në familjen tuaj. Është një dokument, është diçka për blerje, për gjëra të kësaj natyre, është një moment mjaft i mirë dhe shumë i mbar, sepse duke pasur parasysh, kemi të bëjmë me vizhgjeresht shejtoke, por kemi të bëjmë në anën tjetër dhe me ndikimet të mëdha që lidhen me punën, lidhen me pasuritë paluajtshme, lidhen me shumë gjëra të tjera dhe vazhdimësia duket e mbar. Ajo lodhje që keni pasur ja ka vlejtur sepse tani janë gjërat më mirë dhe më kollaj për juve. Të falenderoj Jorgo. Kalojmë tek një telefonat tani, do të mirëpresim atë në studio. Alo, mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Po, nga Tirana. Shumë kënaqësi. Po, për çfarë interesoheni? Për djalin, për punën dhe për shëndetin. Patjetër. Po. Na ndihmoni me të dhënat, ju lutem? Datë lindja. Po. Po. Po na dëgjoni nga telefoni apo nga televizori? Se e mira do ishte... Ka hap gjyshe televizorit shumë edhe... Do ishte mirë të na dëgjonit nga telefoni, që të komunikojmë sa më qartë dhe pastaj parashikimi mund ta ndiqni atje, se jemi është pak sekonda më vonë atje, kështu që. Po, më ndihmoni me të dhënat? Po ta thash për djalin, për punën dhe për shëndetin. Po, por më duhet datëlindja e tij. Me 2 nëntor, 89. 2 nëntor 89. Orën e lindjes e kemi? Si? Orën e lindjes. Mëngjes, 95. 5 e mëngjesit. Po. Për punën dhe për shëndetin. Për shëndetin. Ndiqni parashikimin tuaj, e dashur? Si? Ndiqni parashikimin tuaj nëpërmjet televizorit. Gjithë të mirat. Pafshim. 2 nëntor 89, Jorgo. Po. Për punën dhe për shëndetin. Ora 5 e mëngjesit. Po, 5 e mëngjesit. Atëherë, lidhje me punë, marrim punën njëne, që tjera t'i rregullojnë. Kjo do të thotë që në lidhje me punën, kjo datëlindje
duket se do ketë shumë ndryshime në vazhdimësi, sepse 2026 edhe çështjet që ka të bëjnë disa në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë, duke pasur parasysh kjo është periudha më e mirë e mundshme sepse do ketë zgjidhje të problematikave nga më të ndryshmet. Lindur ditë e njëjte, nuk çështja e pasurisë paluajtshme është diçka shumë e mirë sepse duke pasur parasysh këndet që bëjnë planetet, këtu kemi ndikime shumë të mëdha dhe kjo lidhet me anën e biznesit dhe të karrierës, po të shikojmë këtu, kemi shumë çështje madhore që do të thotë ekonomia, do të thotë stabilizimi, do të thotë një çështje kreditimi mund të bëjë një blerje, është dhe momenti më pozitivi. Por të bëjmë një kombinim që të shikojmë domethënë se si ndodh në 2026 dhe ndryshimet që ka të bëjnë. Ja, këtu kemi 2026, pra ndryshimet dhe ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që jepen në anën e tyre dhe kështu që do të thotë ka një ndikim shumë pozitiv dhe tepër ideal në lidhje me punën dhe vazhdimsinë. Disa çështje që mund të quhen kalimtare, nuk ka diçka për të shqetësuar, por vetëm duhet bëni pa kujdes, jo të nxitoni në marrje vendimesh të rëndësishme, sepse 2026 nuk lejon gabime, siç e kemi thënë, çdo hap kontrollohet dhe kjo është diçka shumë e mirë për sa i përket kësaj datindje. Të falenderoj, Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Respekte. Mirëmëngjesi. Alo, na dëgjon? Edhe ju uroj shëndet dhe një ditë shumë të bukur. Shumë faleminderit, gjithashtu dhe ne urojmë më të mirat për ju. Na është kthyer tashmë në një vetëm mua më tregon Jorgo të vërtetën dhe ndalin pothuajse 80-90%. Falenderoj pa mas. Mbarsi, shtëpi e bukurinë familjen tuaj. Nuk rrej dot, shumë faleminderit gjithashtu. Po, për çfarë? Nuk rrej dot pa u mërzitur se Jo, as pak. Është kënaqësi. Nuk ka sistemin pension, po rrim të qemë kalim kohën, pim ka një kafe. Ju t'ju bëj mirë kafeja dhe është kënaqësi pa merak fare. Po nuk e pi vetëm, po e pi me pisht kafen, thy Jorgës. Shumë mirë. Traditës. Po traditës, si mirëditor. Po. Mirë, 24 tetor, 67. 24 tetor. 24. Po. 67. Po ajo e morë vesh të Shqipëria tani po. Po. No problem. 24 tetor. I jam edhe Po, tati. 24 tetor, 67. Edhe 8 qershor, 91. 27. 8 qershor. Pegëm personin. Po. Se pa të kalu i disfat vogël, pa shpetoj zoti edhe. Mirë, se kam Angli. E pash me jetë. Ta di për shëndetin. Kam të dy atje, po të lumë të goja, se kam të dy shumët atje, të dy kam të martuar. Falenderoj. Kujtë nga i herë për festa, për në nga i shpimet tu. Qëllën e migranta dhe ne nuk pisim shfar blejmë. Kënaqësi. Mirë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit, respekte. Faleminderit. Kënaqësi. E dyta ishte datindja e djalit? Po, e djalit. Ma e pak? 8 qershor, 91. 8 qershor? 91. 8 qershor. Është kënaqësi në fakt kur ke teleshikuese dhe Po. njerëz që të ndjekin gjatë gjithë kohës, bëhen pjesë e bisedës gjatë gjithë kohës, është ndryshe. Është ndryshe dhe është kënaqësi sepse biseda me publikun është tjetër gjë, të jep energji, të jep të futesh më në thellësi të gjërave, jo për ciptazi. Dhe kjo është kënaqësia që kur tjetri të nderon, duhet edhe të nderosh, sepse të respekton. Respekti është gjysma e ndikimit të madh të energjisë. Atëre, 8 qershor 91. Pa. Atëre, çfarë ndodh me djalin? Kemi dhe themi. Në fakt, në ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet e punës, për shembull, lidhje me punën, lidhje. Shiko, meqense binjakët kanë komunikimin bazë. Dhe në lidhje me këtë, ndikohen shumë, merr nga babajgja, nga ndikimi më i mirë, sepse është zemërgjërsia, cilëtësia dhe rregulli. Nga paraja është nga mamaja, nga lekët. Po nuk e do lëshuar, jo. Por meqense ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet e punës atije dhe
kjo do të thotë ndikim, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë mundësi. Dhe si familje është familje e kompletuar, do ta thosha, si nga ana e babait, e mamas, familje vet, gjërat, po të bëjnë ndryshim vogël këta, mund të bëjnë më 2026-ën, i bie nga 6 mujori i dytë i 2026 dhe ndryshimet vogla për në favor, për çështjet e punës. As ka mbaron ekonomik, që mos më shqetësohet fare miku jon i emisionit, kështu që ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Nuk është nevrik, por kërkon të drejtën dhe ajo çka do të vejë dhe shkon në vend. Kështu që në përgjithësi gjërat janë fantastike. Ndërsa për mikun ton të emisionit, çfarë? Mikun e emisionit, unë do të thosha që çdo gjë që e bën aty ku duhet, nuk në frikos të kollaj, domethënë, por se ka zemërgjërsinë, ajo nuk e lejon, dhe vazhdimësia në ekonomi dhe në stabilizime do ketë. 2026 do jetë një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në fillimet e në gjërat i parapregatiten, sepse gjithmonë kanë ndikimin më të madh. Akrepët të humbasi, po s'ka shanse. Ndihmojnë pa kuptuar, gjërat e po të vini re. Ja, kemi një akrep të milfilt, shiko çfarë janë. Mund t'i themi neve të akrepët nuk janë? 99.9% akrepëve e kanë këtë dhunti dhe këtë ndikim të madh. Dhe mundësi që kanë. Por vazhdimësia duket e mbar dhe jo problematike. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mëngjesi. Me kë flasim dhe nga na telefononi. Tirana. Shumë kënaqësi e dashur. Do të pyes Jorgon se kam dhënë disa lekë borxhe, a ka mundësi ato të marr? 10.972. 10.972. 10.972, nëse do ketë mundësi për të kthyer borxhi që ke dhënë. Po, rrofsh, faleminderit. Faleminderit ju, ndiqni parashikimin tuaj. 92. 10.972. 72. Po. Lidhje me borxhin 72-shi, atëherë. Kemi dhe themi. Çfarë ndodh në këtë drejtim? 72, Atëherë, me qenë se ka lind ditë diele, zemërgjërsia nganjëherë e shumta ngatron disa ekuilibra. Në rastin konkret, këto borxhe do thosha do të ishin marrë në mars të 2025-s. Një çështje që ka pas kaluar, i bie në korrik gjithashtu, por unë thosh nuk i humbet. Ka për t'i marrë. 2026, po të vim dhe mre, domethënë se është ndryshe kur nuk do t'japi borxhin dikush ose për arsye, por ka diçka, ka një arsye në brendësi që kjo arsye është nganjëherë e papasmja ose ajo që mundohet që të jetë po në pamundësi, është e domosdoshme kthimi, nuk e diskutoj, por unë do thosha që deri në mars kjo duhet të jetë mbyllur si çështje, sepse është pozitive dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim dhe është momenti dhe koha më e mirë e mundshme në këtë harë kohor. Bisedimet mund të bëhen dhe mund të jetë e mbyllur si çështje. Të falenderoj Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Respekte. Ne flasim dhe nga na telefononi. Nga Tirana. Shumë kënaqësi. Unë jam datëlindja 29/7 1956. 29/7, 56 apo 86? Jo, 56. Po, 56. Faleminderit. Po, dhe për çfarë interesoheni e dashur? Për vitin që vjen, për një pronë që kam, nëse kam fat apo jo të më realizohet. Dëshiron ta shesësh këtë pronën apo? Jo, dua të ndërtohet aty. Në rregull. Edhe për një gjyq që kam. Dhe një gjyq. Orën e lindjes e kemi? 6 të mëngjesit, ditë e diel. Po. Në rregull, ndiqni parashikimin tuaj. Ju urojmë më të mirat. Falenderoj zotin Jorgo. Gjithashtu. 29/7, 56. Po. Prona, gjyqi, ora 6 e mëngjesit. Gjyq. Po, kishte edhe një çështje gjyqësore. Në lidhje me pronën, unë do thosha që viti 2026 është viti më i miri për të ndërtuar. Po, në lidhje me ndërtimin, sepse dhe po ta vënë re holl, kjo datëlindje në lidhje me pronën, kur ka filluar gjëra që të ndikojnë, kanë qenë vit çift. Dhe ndikimi i asaj kohe rezulton me këtë periudhë, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me gjëra që do të bën, me gjëra që do të kemë mundësi
e rregullimit. Kurse për sa i përket çështjes gjyqësore, merr pak kohë, sepse 2026 është pak kërkuese në kohën e vet, në momentin e vet, por gjithsesi është një periudhë që çdo gjë do mbyllet me pak vështërsi, për sa i përket çështjes gjyqësore, se do ketë disa shtyrje, siç ka pasur, por nuk ka vend për të shqetësuar fare, se do vi një moment ku gjërat janë pozitive dhe jo negative. Gjithashtu, ka të bëjmë, po do thoni juve kur do ndodhi, sepse po jam pritet një vit, 10 vjet, 15 vjet, më shumë njerëzit, por në rastin konkret, unë do thosha që është e mundur, sepse do zgjidhen problemet e pazgjidhura dhe 2026 është mjaft pozitive dhe unë shikoj që është momenti dhe koha më e mirë e mundshme, sepse ky vit do shikoni se sa çështje ka përzgjidhur, siç janë zgjidhur në çështje ekonomike financiare, në lidhje me bankat, në lidhje me gjëra të kësaj natyre, që vitet që lan pas kanë zgjidhur shumë gjëra, nuk ka krahasim fare me çfarë ndodh 2025 në vazhdim. Dhe gjërat janë shumë pozitive dhe jo problematike. Edhe pse një çështje madhore në lidhje të mund të dalë diçka e papritur në muajin shkurt të 2026, sepse në lidhje me këtë pasurinë është e mundur për ndërtim, pse jo vetëm duhet bisedohen, sepse varet nga katër persona kjo si ndikim në numrin qift, do thosha unë, është mundësia dhe koha më e mirë në këtë harkohor që më thash. Të falenderoj Jorgo. Kalojmë tek një mesazh që kemi marrë, 25 nëntor. Mos harrojmë dhe mesazhe, sepse Po patjetër. 25 Nëntor 94. 25 nëntor. Për një gjë jam e sigurt që 2025-ën nuk do të lëmë asnjë mesazh pa lexuar. Duhet i mbyllim patjetër këto, të gjitha mesazhet. Të shkelim dhe rregullat e kohës për t'i përfunduar. 25 nëntor 94. 94, për që kemi 94. Po për që interesohet? Një djalë nga Tirana interesohet për punën, për një ndryshim për orarin në punë dhe i është premtuar një rritje rroge. 25 nëntor 94. Pra, nëse do ketë një ndryshim në orarin e punës dhe gjithashtu i është premtuar një rritje rroge. I lindur ditë premte. Atëherë, nëse do flasim ndryshim pune, tjetër punë do merret që në fillim xhanën, por ky ndryshimi që bëhet ka qenë në muajin tetor për t'u bërë. Djali thot për një ndryshim orari. Ndryshim orari për lidhje me punën e ngritjen në detyrë për ekonomike. Nuk e di. Kjo është e mundur të realizohet. Dhe kjo realizohet dhe suksesi më i madh që është në këtë vit 2026 është janari shumë pozitiv dhe do bëni bisedime. Bisedimit është mirë të bëni mes javë, sepse ka të bëjë shumë dita e mërkurë dhe dita e premte, ku keni lindur ditë premte. Është diçka shumë pozitive e është më se e realizueshme. Për sa i përket rritjes në anën ekonomike, unë do thosha që ata do ta bëjnë këtë, për arsye se juve jeni të punës dhe nuk jeni të fjalës. Ju nuk bëni, domethënë, vetëm muhabet, por i bëni punë dhe kjo vlerësohet. Duhet shumë kohë për të vlerësuar dikushi, por juve jeni vlerësuar, keni kohë dhe kjo do të kishte ndodhur në muajin tetor. Por meqense gjithmonë jemi një hap para, pastaj çka ndodh, por mundësitë janë dhe janë shumë të mbara. Mos u shqetësoni fare, sepse unë shikoj që po është e mundur të ndodhi. Të falenderoj Jorgo. Kalojmë tek një tjetër mesazh. Po qëndroj në të njëjtën linjë, një tjetër djalë interesohet nëse do të ketë rritje rroga apo jo. 17/4. 17/4. 78. 78. Po. 78. Interesohet pra nëse do të ketë një rritje rroge apo jo. Lindur ditë hënë, por dash. Kjo do thotë, për momentin unë do thosha edhe sikur, mirë do ishe ta mendoni dhe njëherë këtë punë që bëni. Se aty ku jeni, është lodhje më shumë se sa që duhet, nuk diskutohet sepse kërkon rritje rroge, por unë do thosha diçka tjetër do ndodhi në 2026, i punë tjetër ka për të bërë, sepse të shenjës së dashit dhe ndikimi që ka të bëjnë lindur ditë hënë, unë do thosha që dhe shikoni dhe vetë, në fund të marsit, fillimi i prillit, është koha më ideale, më perfekte për të rregulluar dhe do shikoni dhe vetë se do të ndryshojnë shumë gjëra deri atëherë, kështu që nuk është fare merak ose siklet që keni për rrogën dhe paranë, sepse do vi një moment nuk do keni nevojë për këtë. Kalojmë tek një tjetër mesazh. 25/9. Po. 81. 25 i nënti. Po.
Po? 81. 81? E një. 81. 81, po? Për dokumentat në Gjermani interesohet djali. Pra si do t'i shkoj puna me dokumentat në Gjermani? Në Gjermani, dokumentat. Atëherë, në fakt, për dokumentat, në lidhje me dokumentat, duket se shenjës e peshores, mundësit janë shumë të mira dhe vendimet dhe ndryshime që do të ketë në këtë periudhë, është një periudhë mjaftë e mirë për juve. Bisedimet që do të bëni, nuk e di kur keni shkuar atje, por bisedimet me personin e ligjit mund të flitni tani, që është një kohë shumë e mirë, deri në datën 24, një ditë para Krishtlindjeve, ka diçka shumë të mirë në zhvillime dhe ndryshime, sepse kur keni pasur juve vjet, nëse do flasim në 2024 në muajin shtator dhe shtatorin që lan pas në 2025-ën, duhet vetëm me personin e ligjit mund t'i zgjidhni gjërat ashtu siç dëshironi juve, sepse është dhe koha, është dhe momenti që juve mund të zgjidhni problematika të ndryshme dhe kjo bën që juve t'jeni mjaft pozitiv me këmbë tokë për gjërat që do të bëni, për çështjet që juve keni, momentet që do të jepen dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Është gjithashtu një ndikim shumë i mirë sepse në lidhje me dokumentacionet ose lëvizjet që do të bëni në Gjermani nga një qytet në qytet tjetër, është e mundur të ndodhi dhe kjo, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse unë shikoj që gjërat janë në vijë, edhe pse një problematikë e vogël ka ndodhur në muajin prill të 2025-s, por jo për fajin tuaj dhe vazhdimësia dhe gjërat që do të keni tani atje janë në favorin tuaj, jo disfavor. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në gjërat që do të keni. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë ju flas nga Tirana, Shumë kënaqësi. me ju. Kënaqësi. Shumë kënaqësi e dashur, po. Na dëgjoni? Atëherë, faleminderit për astrologun që është më korrekti, i dëgjojmë të gjithë, po unë jam rreth 70 vjeç dhe më pres për gjithçka që thotë sepse është shumë i saktë. Sikur i parashikon, ai është tek hyjet. I nderuar moderatore, unë kam dy binjak që kanë lindur në 1 prill, pra 1/4, 1987, ditë të mërkur, në që se ishin binjak, kanë lindur do me thënë nga ora 5 dhe në orën 6. Dua, me që se janë mosh 38 vjeçare, si do të shkoj jeta, sidomos për binjakun e parë, edhe të dytin. Dhe e dyta, të më fali zoti astrolog, të nderuar Jorgo, i treti është në 11, i 10, 1992, dhe ka lindur në ditën e diel, ora 1:30. Është sot 33 vjeç. Dua për këtë të tretin, nëse do ketë, sepse është beqar, do ketë një bashkëshorte të më sjellë një nip, një mbes, çfarë të jetë shkruar nga yjet e nga Zoti, dhe faleminderit, do të dëgjoj me kënaqësi. Faleminderit ju e dashur. Janë në Shqipëri apo jashtë? Nuk e di nëse e kemi akoma në linjë. Na dëgjoni? Urdhro? Djem, ndodhen në Shqipëri apo? Po. Ndodhen në Shqipëri. Në rregull e dashur, ndiqni parashikimin. Të lutem, e nderuar. Po. Binjaku i dytë ndodhet në Gjermani. I treti ndodhet në Gjermani. Kurse i pari shkon dhe vjen. Binjaku parë shkon dhe vjen. Pra dhe ai në Gjermani është, por në rregull e dashur. Në rregull. Ndiqni parashikimin tuaj. Atëre, binjak, majmë tek binjakët njerë, pastaj shkojmë tek... Dhe pastaj po. Po. Atëre, tek binjakët, 1 prill 87, ora 6. Po, 5-6. 5-6 i venene. Që ndodhë, e ka në gen për binjakët, dhe falenderoj shumë për besimin dhe
fillimin që ajo na tregon. Në rastin konkret, binjak, të dy binjak i pari ka ndikime në lidhje me ekonominë shumë. Ecën dhe roli drejtues që mund të ketë në vetveten e vet. Fuqia dhe ajo çka bën. Dhe është një moment dhe një kohë shumë e përshtatshme në ndryshimet që do bëhen, nganjëherë pse themi neve fëmijët janë si ato kryq të vegjël që siç i mësosh i mëson. Po ka ditur të mbajnë familjen, ka ditur se si të rriten me këmbë tokë. Dhe rasti konkret, shiko sa diferencë kanë me njëri tjetrin. Nëse do flasim në kohë lindje, janë sekondare. Por në jetë janë ndryshëm. Dhe kjo do të thotë që djali, e themi binjaku parë, që shkon e vjen, ose atë që janë në Gjermani, mëse pashtu duam në rastin konkret. Binjaku i parë shkonte dhe vinte nga Gjermania pra, ndërsa binjaku i dytë është në Gjermani dhe i treti gjithashtu, djali i tretë është po në Gjermani. Kështë vetë vjen. Të binjaku i parë pra. Po, sepse di çfarë bën, ky që vetë vjen, binjaku parë, do qëndrojë në Shqipëri, sepse do stabilizohet dhe për çështjet e punës që ka, momenti që do vinë. Në rastin konkret, diçka në lidhje me ekonominë është pozitiviteti shumë dhe ka duk paraja. Binjaku të dytë, që është në Gjermani, mendon të ndryshoj vend. Ose nuk i pëlqen ai vend atje, por duket në anën ekonomike kërkon diçka më tepër dhe punë gjithashtu. Por është një periudhë shumë e mirë, tepër pozitive në zgjidhje të gjërave. Mirë po, është pak i sert binjaku i parë e këtij. Kurse i dyti është shumë pozitiv dhe plotësoj njëri tjetrin në rast konkret. Dhe nuk ka vend për të shqetësuar, gjërat janë mjaft mirë, por ajo që do shikojnë të stabilizohen fëmija dhe të kenë mundësinë në çdo drejtim të jetës së tyre, është në tremujorin e dytë të vitit 2026, ku gjërat do jenë krejt ndryshe në situata të ndryshme, pozitiv dhe jo negative. Për sa përket djalit tjetër, që është në Gjermani, ka të bëjnë shumë me edhe për martesë, më sa dëgjova. Për të tretin dëshironte për bashkëshorte. Po, për bashkëshorte. Atë që do thosha unë, ka një ndikim shumë të mirë, tepër pozitiv, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është periudha më fantastike dhe më idealja në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me familjen. Nuk është e ka lënë pas dore, jo, mos e keni merak fare, është kopja juaj, dhe ajo që do thotë kërkoj diçka që tjetë në parametrat që unë kërkoj në shpirtin tim, dhe kjo është realizueshme. Pikërisht ky vit është viti më i miri përsa përket djalit të tretë, sepse në muajin prill dhe muajin korrik janë 2 muaj fantastik, i diçka e papritur ndodh dhe do të keni një gëzim në familjen tuaj për të 3 fëmijët, por për këtë tretin një herë është shumë herë dhe shumë pozitiv në atë çka kërkon. Mos më thuaj që do kemi prapë llokume. Do realizojmë, mund të hapim një dyqan, ç'ke? Ai llokume s'ka për të ardhur. Edhe cilësore, jo. Të falenderoj. Është mundësia. Atëherë, kemi të ezauruar dhe këto? Po. Mirëpresim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Respekte. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë telefonoj nga Shkodra. Shumë kënaqësi. Unë telefonoj nga Shkodra. Kam nevojë që zotnin me pyet për djalin. Kënaqësi. Dhe thjesht për jetën e tij. Po, patjetër. Mund të na ndihmoni me datën e lindjes? 27 prill në 91-shin. Orën e lindjes, po. Ora lindjes 2:45. 1:45. 27 prill 91, ja? Po. 1:45. Dhe për djalin dëshironi ta pyesnit për diçka specifike? Po. Alo? Të lutem, mund të na... Po. Dëshiron të dish diçka specifike apo një parashikim të përgjithshëm, pak nga të gjitha? Përgjithshëm. Në rregull. Dishte parashikimin tuaj. Ka lind ditë shtunë, Të përgjithshëm. Në rregull, ju falenderoj. Okej. 27 prill 91 1:45. Okej.
Atëre, e përgjithshme, dhe marrim nga ekonomia, në çështje ekonomike, kemi të bëjmë shumë me ndikimet të shenjës së temit, lidhje me punën dhe edhe pse ka kaluar disa vështirësi kjo datëlindje në punën dhe në vendime që mund të marri, jo se janë të gabuara, por nganjëherë ashtu siç vijnë gjërat, derisa të stabilizohet diçka që të arrihet te ku duhet, kërkon pak kohë. Në rastin konkret, kjo datëlindje duket se 2026 ndikimi më i mirë që ndodh është 6 mujori i dytë për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe vendimarrjes. Në rastin konkret, shumë shanse që ka në lidhje me punën edhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë ose do të zgjerim punën, zgjerim biznesi, diçka e tillë mund të ndodhi dhe është koha, momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të konkretizuar në lidhje me punën edhe çështjet ekonomike financiare. Gjithçka shkon shumë mirë dhe 6 mujori i dytë do jetë vendimi dhe piknisja e gjërave të mëdha që do ndodhi këtij djali dhe ka i diçka shumë të mirë sepse duke pasur parasysh me ascendente në Bricap ku do thotë nuk ngelet pa para, edhe pse me vështirësi, edhe pse i arrit qëllimit vet, është momenti më i mirë i mundshëm në gjërat që do të bëjnë, por ka shpirt biznesi, edhe pse nuk i ka dalë te ku duhet. Momentet janë dhe mund ta shfrytëzojnë 2026 sepse është më i miri dhe në 10 vite që kanë kaluar në këtë rast është pozitiv. Të falenderoj Jorko, mirë presim një tjetër telefonat. Alo, mirë mëngjes. Deshta ditëlindjen 14/12/1980. 14/12/80. Po, ku nata edhe burri vet 17 prill 1974. 74. Po. Nuk ka janë të dytë, janë burrë grup, por nuk kanë fëmijë nga 15 vjet. Edhe ky burri vet do që edhe për punë. Edhe një herë dashur të lutem. Janë të dy, edhe 14, edhe 17 janë të martuar bashkë. Po. Edhe nuk kanë fëmijë 15 vjet. Nuk kanë fëmijë. Jo. Janë në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri ndodhen, pyet Jorgo? Jo, në Itali. Në Itali. Okej. Ndiqni parashikimin tuaj, dashur. 14. Atëherë 14 dhjetor. Po. 80. 80, ja, një sekundë se të kisha 14 80. Dhe data tjetër? Po, ishin familje. Po, janë çift. Janë të martuar prej 15 vitesh. E tjetra ishte? 17 prill 74. 17 prill 74. Po, nuk kanë fëmijë pra. Atëherë. Kjo periudhë, nëse të flasim nga nëntori që lan pas, deri në mars të 2026 është ky harë kohor, ku mund të rishikohet në konsultime me mjekun, sepse kur ka të bëjnë nga ndonjëherë, nëse flasim si mund të ishte një shenjdashi me shqyqetar, janë dy shenja zjarri, ndikojnë ose më saktë kanë mundësinë akoma për të zgjidhur problemin në lidhje me personin ose me doktorin që mund të bisedojnë me mjekun, është një mundësi. Por kur është koha më e përshtatshme në këtë aspekt, sepse ka në lidhje me planetet që ndikojnë të çdo individi, është në të mirën e tyre, nëse është e mundur, kemi këtë muaj, që jemi akoma në dhjetor, deri më datën 28 është një harë kohor shumë i mirë për të bërë një vizit ose diçka kësaj natyre. Pastaj, kemi në muajin shkurt, kemi nga data 12 shkurt deri më datën 26 shkurt, ku është një kohë shumë e përshtatshme në lidhje me ndikimin e familjes ose gjëra që mund të kenë në konsultime me mjekun dhe është e mundur të realizohet. Të falenderoj Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Fieri, dua të Shumë kënaqësi. Kënaqësi. Po. 19 mars 1965. Për shëndetin, për punën, për familjen, në përgjithësi. Po, orën e lindjes e kemi? Nuk e di. Orën e lindjes. Pa merak, ndiqni parashikimin tuaj. Faleminderit. Gjithë të mirat. 19/3/65.
Shëndeti, puna dhe familja. Atë marrim të fundit, familja. Po. Lidhje me familjen, unë do thosha që edhe si periudhë, si kohë, kanë ditë të ndërtojnë familjen. Në rastin konkret, edhe pse në anën ekonomike financiare, disa çështje të pazgjidhura, sa problematikat vogla, por janë të kontrollueshme. Në lidhje me vazhdimsinë, sepse janë shumë korrekt me ato çka bëhet, dhe unë do të thosha ka një gëzim shumë të madh, a do jetë në lidhje me ekonominë bëhet fjalë, ka diçka shumë pozitive, sepse duke pasur parasysh një vit që mbyllet me sukses, me ndikime të mira, pozitive në ato çka bëjnë, por koha më e përshtatshme në stabilizimin dhe ndikime të mëdha që ata do kenë, ka të bëjnë muaj mars të 2026-ës, maj 2026-ës, ku ka diçka shumë të madhe, një ndikim i mirë në lidhje me familjen, me fëmijën, me ndikime të kësaj natyre, është koha më e përshtatshme dhe stabilizimi, që do të thotë ndikim, do të thotë vazhdimsi dhe korrektësi, sepse kur je korrekt, dhe nganjëherë nuk të vjen gjërat aty kudo, por vjen momenti ama është koha ajo që nxit, ndikon, rrezaton në gjëra që do bëhet. Shëndeti dhe puna? Po me punën do ndodhi kjo e mira që tha. Për shëndetin, një konsultim nuk do ishte keq të realizohet këtë ditë. Të falenderoj Jorgo, ne jemi drejt fundit në fakt, të falenderoj për gjitha parashikimet, ju falenderoj gjithë ju që na bashkoheni çdo ditë, është shumë kënaqësi, jemi çdo mëngjes këtu me ju. Jorgo, çfarë? Unë ju uroj më të mirën e mundshme, sepse kjo ditë sotshme mos e lini pas dore, shfrytëzoni në maksimum dhe bëni plane për një të ardhmë të afërt, sepse ka për të realizuar. Gjithashtu dhe nga unë Adelina, një ditë sa më të mbarë dhe mos harroni, shpërndani sa më shumë pozitivitet dhe ruajini buzëqeshjet tuaja. Gjithë të mira.